Ajo që ndodhi fakt për gjatë zgjedhjeve të 11 maj në qytetin e Durrësit, mendoj që ishte një administrim i shkëlqyer i procesit zgjedhor nga krimi organizuar, madje e them me seriozitet që ndoshta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ta rishikojë në zgjedhjet e ardhshme nëse duhet ta xhoja shparat të taksapaguesve për të administruar zgjedhjet në Durrës apo jo, sepse ne shikonim një mënyrë perfekte një makineri e cila funksionon në të gjitha qendrat e votimit dhe në pjesën e dytë të lojës në qendrat e numërimit të votave, ku shikonim në mënyrë të qartë se si në të gjitha qendrat e votimit, grupe kriminale, cilat operojnë në qytetin e Durrësit dhe tashmë janë dhe veteranë në këtë fushë, mbështesin subjekte të ndryshme politike. Nuk mund të themi që ato kanë mbështetur vetëm një subjekt apo vetëm një parti, por patjetër kur flasim kush është aksioner më i madh, normalisht grupet e struktura kriminale të cilët kanë dhe aftësinë korruptojnë nivelet e larta të politikës, të institucioneve ligjzbatuese, janë dhe ata të cilët patjetër kanë pasur ndikimin më të madh në këto zgjedhje. Dhe ne mund të shikonim në qendrat e votimit se si grupe njerëzish të pa autorizuar, pra dhe është fatkeqësi se si djem të rinë në moshën 25 vjeç deri në 35 vjeç, që është një risi ky për krimin organizuar, sidomos qytetin e Durrësit, sepse nëse do flisim për shembull për të ashtu quajturën banda e Durrësit, ishte lehtësisht e identifikueshme se kush ishin anëtarët e asaj bande në të kaluarën dhe kishin një farë moshe.